Vetëm 9 vjeç, Orik Jashari nga Kosova po shëndorohet në një emër që po tërheq vëmendjen e botës së futbollit. Talenti i tij i jashtëzakonshëm, teknika e rafinuar dhe mënyra e lojës në fushë kanë bërë që shumë ta krahasojnë me Lionel Messin, duke cilësuar si një fenomen të rrallë për moshën e tij. Performancat mbreslëndse kanë çuar në përzgjedhjen e Orikut nga stafi i FC Barcelonës për të marrë pjesë në një program special trajnimi në kampin prestigjioz të klubit në Spanjë. Gjatë seancave stërvitore, ai ka lënë përshtypje shumë të forta, duke spikatur për kontrollin e topit, shikimin e lojës dhe inteligjencën taktike. Talenti i Orik Jasharit po konsiderohet si një nga zbulimet më premtuese në futbollin e moshave të vogla, ndërsa interesimi dhe entuziazmi rreth tij po rritet çdo ditë. Emri i tij tashmë po përmendet si një premtim i madh për të ardhmen, me hapat e parë drejt realizimit të një ëndre të madhe futbollistike. Një tërmet me magnitudë 3.2 ball ka goditur Kosovën në mbrëmjen e së dielës, rreth orës 23:09 sipas kohës lokale. Sipas të dhënave sismologjike të EMSC, epiqendra e tërmetit ka qenë rreth 15 kilometra në jug-perëndim të Prizrenit, ndërsa thellësia ka qenë 5 kilometra, çka e bën atë një tërmet të cekët. Lëkundjet janë ndier lehtë nga qytetarët në zonën përreth, por nuk raportohet për dëme materiale apo të lënduar. Tërmeti konsiderohet i dobët dhe nuk paraqet rrezik për popullatën. Kryeprokuroria Kimberly West në fjalën e saj në seancën përmbyllëse të gjyqit më të madh ndaj Thaçit dhe të tjerëve, ka thënë se gjykata speciale ka treguar sukses të madh përgjatë viteve të fundit. Ajo tha se drejtësia brenda këtyre mureve është rutinë e zakonshme. Drejtësia është rutinë e zakonshme brenda këtyre mureve. Ne jemi bërë një gjykatë e suksesshme brenda një periudhe relativisht të shkurtër, u shpreh West. Motej ajo ka folur për dënimin që mund t'i marrë, ish krerë të UÇK-s. Sipas saj, dënimi mund të shkojë deri në 45 vjet, siç tha ajo, për krime të rënda lufte. ZPS-ja kërkon vendim dënimi personal konkret, jo për shtabin e përgjithshëm, por për persona konkret. ZPS-ja kërkon dënim për të gjithë pikat e aktakuzës prej 45 vitesh, mbështetur në kontributet individuale të kryera për secilin prej personave. Këto janë krime lufte, krime kundër njerëzimit, e janë të rënda në natyrë, e këto akuza nuk kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës, tha ndër të tjera ajo.